Një realitet i trisht po bëhet përditshmëri për qindra pensionistë në qytetin e Vlorës. Vetmia, braktisja dhe vështirësitë ekonomike janë tri plagët që rëndojnë çdo ditë mbi supet e tyre të lodhur nga mosha dhe nga mungesa e përkujdesjes sociale. Shumë prej tyre e nisin dhe mbyllin ditën në heshtje, në pritje të një telefonate, një trokitje në derë apo thjesht kalimi të kohës. Në një qytet bregdetar që gjatë verës gjallërohet nga turistët, pensionistët ndihen të padukshëm dhe të harruar. Ata që jetojnë me bashkëshortët ndajnë jo vetëm përkujdesjen ndaj njëri tjetrit, por edhe shqetësimet për ditët që vijnë, ndërkohë shumë të tjerë jetojnë të vetmuar, pas një përkrahje, të rrethuar nga heshtja dhe kujtimet e një jete që duket gjithnjë më larg. Unë jetoj këtu në lagje dhe Skorriku. Me kë? Me kë? Me fëmijët tanë. Me plakën. Vetëm me plakën. Po fëmijët ku i keni? Ka një na sy s'kam. Ku do rrinë këtu? Po keni nevojë për ta? Po ka, po ku t'i gjej po. Kam shumë nevojë. Se në pleqëri duhet fëmija. Do gjej. Ne mi kemi vjeru kërcojnë. Mbajmë i tjetë ku na bëj kafe. Qa bëj. Po është dashur ndonjëherë dhe ndihma e tyre për të shkuar ndoshta në spital? Po ata na shë ku do marr telefon hajde, ha? Do vi. Do vi se s'bën. Do vi se s'bën. Se kanë mentalitet me ne ata. Kurse tani po dyshon ko amor birë. Sa që rritë e lashis, duhet dhirat për nënat babat. Keni frikë për mëtej, për vitet mëtej? Qa frikë do kemi? Jo, që nuk do jeni më kaq... Jo, po nuk është i korjerin Vetëm fare. Vetëm? Po si ja bën? Asgjë, kur më këmët, shtriem, kur ngrijem, jam me bastun, ngrijem vetëm pik ujë, kothere buke bje prapë. Në shtëpi. Vetëm? Pse po fëmijë? Janë për sa tyre, kanë tjetër mirë. Bota ta, shikojnë. Po si bëni? Keni nevojë për ta? Po që nuk kemi nevojë për? Ku jeni partë? Me kë jetoni? Në? Me kë jetoni? Me vete. Vetëm? Vetëm me plakën. Po si bëni shërbimet ato? Qarë të bëjmë. E kësuri halli, ku dimo. Do të heqëm. Ku i keni fëmijët? Ku i keni fëmijët? Fëmijët jashtë. Vetëm. Shikojme edhe në artë e këshu në koke në gropë. Me kë jetoni? Vetëm. Po pse vetëm? Po, s'kam njeri, fëmijët i kam jashtë edhe kam betur si pikon ashi. E shikon shqetësuese këtë fenomen? Kjo është e bje vetë qeveriave të Ermal. Ti vajte ka që kodhe i një mirë dhe lajmet edhe një ditë. Te bje pruri vetë qeveria. Edhe të gjithë ti i ke marrë në intervistë. Fëmijët kanë ikur tutje në ashi, kanë ikur beqarë, në ashi janë për me fëmijë, kanë dhe ata haldat e tyre, në dërkofshin një 50 që në 3-4 muaj. Ajo do mbaj mua, apo këtë, unë duhet 200.000 lek ilaçe në muaj. Kështu që ne rrojmë kotë, rrojmë që s'desëm dot. Problemet nuk mbarojnë vetëm me vetmin. Një pjesë e madhe e pensionistëve jetojnë me pensione minimale, që nuk arrin dot të mbulojnë as shpenzimet mujore për ushqime dhe ilaçe. Mjekimet për sëmundjet kronike, që janë të pranishme thuajse tek çdo i moshuar, përbëjnë edhe barën më të rëndë financiare, ndërsa rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka bërë që madje shumë prej tyre të kufizojnë edhe ushqimin e përditshëm. E pensiona e hiti në dhale 1.000 lekaj, e përnë shasër jetën eve, ma më 100.000 lekë, më dhale 2.000 lekë. Këtu sa dhe qeveria me popullin, jo. Mos kemi fëmijë, nuk si mbaron edhe. Merrni pension jo? Marëm. Për e qarë. Ta merrni? Po, ka punon në naftë, marë 300 ca milë. Të del apo? Del, një kokër domate i fet bukë, del. Po pension, sa merrni? Mëzura ngushtë. Sa? Pa ko gjë. Sa marë ilaçet. Po për tjerat, si ja bën? Shikojnë në Italia. Nëse nuk shikon andej së vjenë mua. Si që kam fizikë, kam ekonomi. Pension sa merrni? Mere Qavës. Në dhanë 5.000 lek, 20.000 lek. Mere Qavës. Ne mosha jonë punoj për ushtërin, punoj për arsemi, punoj për gjitha. Në ashti dha dhe një mender muhabeti dha 2.000 lek turp.
2.000 lek na, 2.000 lek të pi kafe, e shkot qërron. Përveç mungesës së të ardhurave, ajo që i rëndon më shumë është ndjenja e braktisjes. Shumë prej tyre thonë se nuk ndjen të dëgjuar nga askush, se nuk ka politika sociale që adresojnë nevojat e tyre reale. Ata bëjnë thirrje me dëshpërim për ndihmë dhe ndërgjegjësim, jo vetëm nga institucionet shtetërore, por edhe nga shoqëria. Kërkojnë rritje të pensioneve mujore, përmirësim të shërbimeve mjekësore, ndihmë ekonomike për të përballuar jetesën, e mbi të gjitha, më shumë vëmendje njerëzore. Nuk kërkojnë luks, kërkojnë dinjitet,